Nuk shkon, tha se ato shokët që rinë me një bank në shkollë, nuk riun me kaur, i qujnë. Në fshatin Balindol, kur shkova të një subjekt, më përzu, nuk donë të hyjmë brenda që të mbledhim prej bijes Priftit. Ai Prifti ishte i një fshatit Bibaja, që një fshat Bibaj ishte, dhe më tha jo, unë rasisht kisha një letër në çantë aty, thash që thash, unë prej ministrisë, nuk jam prej atyne, dhe kështu që arrita të hyj aty, të vjeli material. Dhe ai djali ishte 9 vjeçar, nuk ishte në shkollë, nuk shkonte në shkollë. Thash, pse ky nuk shkon në shkollë? Ai ishin vitet 1995, ashtu. Tha, nuk shkon, tha se ato shokët që rinë me një bank në shkollë, nuk riun me kaur, i qujnë. Dhe kështu që ky ofendohet, nuk do në qkojnë në shkollë se s'ka shokë, vetëm ky, a nuk din as një fjalë maqedonisht. Kështu që 9 vjeçar ende pa më shku në shkollë. Priqin të hapet një paralele Maqedonen që të mundet të shkojnë në shkollë. Që ishte një për mu një ndodhishme, dhimshme ishte.